Një aksident tragjik ka tronditur këtë pasdite fshatin Qungur të Pejës, ku përplasja e një veture me një katërciklet ka marrë jetën e një personi dhe ka lënë një tjetër të plagosur rënd. Ngjarja ndodhi rreth orës 14 sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Kosovës, e cila menjëherë është njoftuar dhe ka mbërritur në vend ngjarje bashkë me ekipet mjekësore të emergjencës. Fatkeqësisht, një prej personave të përfshirë nuk i ka mbijetuar plagëve të marra, ndërsa tjetri është dërguar me urgjencë për trajtim në Spitalin Rajonal të Pejës. Nga burimet lokale, mësohet se viktima është identifikuar si Eldion Kelmendi, vëllai i artistit të njohur dhe fituesit të Big Brother VIP Albania, Gjesti. Ke lajmi rënd ka shkaktuar dhimbje të thellë në komunitet, por edhe tek ndjekësit e shumt të artistit, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen tragjike të një antarit familjes së tij. Personi i dytë i përfshirë në aksident, i cili ka mbetur i plagosur rënd, është identifikuar si Kadri Berisha dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në gjendje kritike. Policia e Kosovës ka dhënë njoftimin zyrtar ku thekson: rreth orës 14, policia është njoftuar për një aksident në Bllagaj të Pejës. Në aksident ishin të përfshira një veturë dhe një katërciklet. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me autoambulancë, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës. Hetimet për zbardhjen e rrethanave janë duke vazhduar, ndërsa policia ka nisur procedurat përkatëse për dokumentimin e rastit. Aksidenti ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë rrugore në zonat rurale, ku përdorimi i mjeteve të lehta si katërcikletat shpesh shoqërohet me mungesë infrastrukture të përshtatshme dhe rreziqe të larta. Banorët e fshatit Qungur kanë mbetur të tronditur nga kjo ngjarje, duke e cilësuar atë si një tragjedi që ka lënë pas dhimbje të madhe për familjen Kelmendi dhe mbar komunitetin. Familja Kelmendi, e cila tashmë përballet me një humbje të papritur e të dhimbshme, ka marrë mbështetje nga të afërm, miq dhe qytetar të shumt. Ndërkohë, në rrjetet sociale ka nisur të shpërndahen mesazhe